Ti dëgjojmë me kujdes 12 fjalët magjike të cilat i përdorën shejtani i mallkuar për të devijuar robërit e Allahu xhaleshanu. Cilat janë ato, dëgjoni. Se nuk bëhet gjë, për herë të parë vepron këtë vepër të keqe, do të kaloj. Mos ki der se je akoma i ri, je akoma e re. Zoti shikon pastërtinë e zemrës, ti ke një zemër shumë të mirë, shumë të butë, shumë të çiltër. Mos u ngut të falish namaz, edhe ti do falesh si qeret kur të dalësh në pension. Nuk duhet u përshtatet koha juve, por ju duhet i përshtateni kohës, lini gjërat e prapambetura. Nuk hyhet midis Zotit dhe njerëzve, andaj kjo është puna ime mes meje dhe Zotit, ani se nuk falem, e di unë punën time, ashtu të çon shejtani të mendosh. Pas gjitha këtyre mëkateve, është vështirë që Zoti mund të ta falë, është shumë problem që të ta falë Zoti, në pesimizëm të çon. Ani se ke ngarkuar veten me shumë gjina, ne pasi të digjemi një kohë në xhenem, përsëri një ditë me siguri do të hijmë në xhenet. Kështu të çon shejtani të mendosh. Mos u mërzitat shumë se Zoti fal shumë, hiç mos u mërzit. Allahu fal shumë. Neve kështu na ka mësuar të parët ta, ne nuk largohemi nga rruga e tyre, edhe pse jemi në të shtrembërta. Ke kujdes mos u ndikon nga fjalët e atyre që janë të prapambetur, aludon shejtani tek musliman. Sa herë që të keni kështu nxitje dhe cyqje të shejtanit, kërkoni strehim tek Allahu xhaleshanuhu duke thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu na ruaj të gjithëve. Wassalamu alaikum.